Pamjen e mrekullueshme të maleve të bardha për plot borë nuk e ka të mundur ta gëzoj edhe nëna Shpresa, me një shtëpi të ftohtë dhe të vogël, të ndërtuar nga humanistët vite më parë. Me frigorifer të zbrazur dhe pa rroba të mjaftueshme për dimër, nëna Shpresa Selami e vetme me djali 11 vjeçar, po i kalon këto ditë të ftohta të dimrit. Ajo e mërzitur rrëfehet për ditët e saj të vështira, ndonjëherë edhe pa e pasur të sigurt kafshatën e gojës. I shoqi i ka vdekur vite më parë nga sëmundja e kancerit, ndërsa ajo tani jeton e vetme me djalin e saj, për të cilin thotë se i dhemb në shpirt mungesa e rrobave dhe ushqimit të mjaftueshëm. Ne përballen më shumë me ftoftin se unë s'kam edhe dru. Përballen për djalin Bengjina, se ai s'ka ku ngrofet, natën e mbaj në 10 ca, atje e fajki se s'kisha në dru shumë. Kam një dire nda dru që të që janë për jashtë. Më bëjnë gjuna se në shkollë ku shkon s'ka raqe, s'kimi ushqim, mund në gjek shpejti për djalin, që ajo është ma shumë të une, 10 ba, 10 no, e në 10 e s'mund, ku dë shkoj parë. Para 6 viteve këtë shpaj, më këndërta, se s'kisha shpaj. Jetime që më djo. Nëna e vetme vuan nga sëmundjet e veshkave dhe pranon terapi të shumta, për të cilat thot se me një ndihmë sociale prej 3.000 denarësh nuk mund t'i përballoj. Rruga e vështirë për t'u ngjitur deri tek shtëpia e saj ia vështirëson edhe më tej gjendjen. Ajo çdo ditë udhëton në këmbë nga 40 minuta për të dërguar dhe për ta marrë djalin nga shkolla. Nëna Shpresa kërkon ndihmë nga njerëzit human për t'ia zgjatur dorën, t'i ndihmojnë me ushqime dhe veshmbathje për mbijetesë. Ajo kërkon edhe sanimin e problemeve në shtëpi, sepse ka mure të plasaritura dhe ka frikë se mund t'i shemben mbi kokë. Këndi bukam nevojitet, andistruja mbajt për pagujt, me një social në 350 miliard, së në dalë qash. A djali për të vesë së ka, unë kërkoj për njerëz më mund të mdimojnë për ushqim, për veshë djalit mbathje, të ma regullojnë në qkot se kjo ka plasaritje, këtë ma bën një shoqata da vaj festivalit, ama ka plas prap, shtrafat që njëra. Unë kom frejk më mbjere të fjetë, që ajo është magajle. Kom e nevoj për një mashin traqeve, plus e në kupatilën e kom padirë një të pikja vjetej. Kom e nevoj për ndimën tjeme, se unë e me hapa jom. Këto i kom bubrekve, e në plus një në gjosi i kom, që Shpresa Selami, në në 300.000 kitë këto i më. Ajo thot se për nevojat themelore ka marrë bukë dhe ushqime hua nga një shitës dhe theksoi se ka të vështirë t'i grumbulloj parat për ta paguar borxhin. Me sy të mërzitur kërkon nga humanistët ndihmë për nevojat elementare për jetesë. Kom e në borç në duqan, unë e dritën e kalzoj, kom borç, kom një për bukë. Kom borç 3.000 denar, e ne kom galle si di pagu, me pestin, s'di këtë pagu para, strujan, andin dorë. Që këtë? Që këtë oda e në lejtë që të këshim. E në një këpatim vogën, e në atë e s'kem të ta. Sa që këtë jakë njëm që jatë në vëmë, në vetë që do për përra që a ma shumë për odën, se e kom gajle ma shumë. Se do plesaretit prapën e të mlirë si në parë kisha shumë to. As drusë kisha vjet as nisë. Po, ma shumë të mdimojnë për vëshim, për barnat e moja, për gjallin tjetet haje, që ajo është. E në përdru të mdimojnë dë pushë. Sa kanë mundësejën e vetë. Sa s'kanë prapu, Allah i të vuape ma shumë. Nëna Shpresa kërkon nga njerëzit me zemër të madhe t'ia ngrohin sadopak shtëpinë e saj të vogël, brenda së cilës përjeton shumë net të vështira.